Përshëndetje të nderuar miq, do të shkojmë në Malzi, do të flasim për projektin që ka ngjallur mjaft kundërshty në Ulqin, se si do të vazhdohet rezistenca nga shqiptarët atje kundër këtij projekti që parashikon që për 99 vite t'i jepet Muhamet Alabarit, i cili po investon edhe në Durrës, edhe në Beograd. Qeveria në Maltëzi është pranë miratimit, sipas asaj që raportojnë mediat, por edhe rezistenca vazhdon. Për të folur më shumë për këtë çështje kemi të ftuar zotin Ilir Çapuni, deputet nga Aleanca Shqiptare. Në mos gaboj. Zoti Çapuni, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, faleminderit shumë që më morët dhe faleminderit shumë për interesin tuaj. Është gjë e mirë, është obligimi i shqiptarëve për pas kujdes atë se çfarë ndodh jashtë kufive të Shqipërisë, në veçanti në Ulqin, që është kjo qendra shqiptarëve në Maltëzi. Sa i përket pyetjes suaj, mund t'ju them dy gjëra. Pra, ne kemi rezistencën që vjen nga bashkia si institucion, pra nga Këshilli Bashkiak, i cili unanimisht, pra me votat e shqiptarëve, votat e jo shqiptarëve dhe të gjithë partive politike, pra ka bërë një lloj rezistence dhe ka marrë disa përfundime, pra 2 herë bile, që cilët e refuzojnë një investim të tillë në 20 milion metra katror, që i bie tërë plazhi i madh, pra 12 kilometra të plazhit të madh nga fillimi deri në Lumin Buna, që t'i jepet për 99 vjet me qira para për 5 gjenerata të tëra, për 5 breza faktikisht. Dhe e ka bërë këtë edhe për herë të dytë ka ndalë, pra e ka bërë komuna, e ka bërë edhe herën e dytë që ka ndalë në proteste, pra bashkia e Ulqinit, në vend që të festoj ditën e Ulqinit që është shtuna parë prillit, që i ka rënë me 5, kemi dalë në protestë dhe edhe aty është në praninë e qytetarëve dhe për tani kemi edhe në një farë për krahjen e qytetarëve për të bërë të rezistencë. Pra, komuna e Ulqinit është pothuajse një zëri që ky investim është i dëmshëm. Neve shqiptarëve na pengon edhe kushtet të tjera na për krahjen e atë, se ne themi që një investim i tillë, një mega investim i tillë, i cili nuk bazohet në plane, nuk bazohet në programet dhe në strategjitë e zhvillimit dhe në planet e rregullimit hapësinor, normalisht është i dëmshëm për natyrën dhe për qytetin, por është i dëmshëm edhe për demografinë. Pra që atëherë në atë formë, pra një investim i tillë e çnon statusin e Ulqinit si qendra e shqiptarëve në Maltëzi. Ka shanse në parlament që të bllokohet apo qeveria i ka numrat për këtë investim? Aktualisht qeveria i ka numrat, por është duke humbur nga dita ditës, pra sepse siç duke bërë debatet lidhur me këtë pikë të rendit të ditës, në farë forme dhe duke bërë ca konsulta, të gjithë partitë politike janë duke e parë që është një vot riskante, sepse vite më parë, pra kur janë firmosur ose kanë vendosur gjëra të tilla për qira ashtu të afatgjata, gjithë partitë në pushtet sot kanë qenë kundër, dhe kështu që të qenit parimor atëherë do të vetë në pikë pyetje të tyre. Një parti, pra e fondit Prosop është shprehur që është kundër, do të kërkojë nga komuniteti evropian deklarimin se ai është parimisht komuniteti evropian ka gjë kundër kësaj marrëveshje. Partia bosnjake është shprehur pro, por përfaqësuesit e kësaj partie në Ulqin janë fishkulluar dhe janë përzënë nga protesta. Kështu që ata kanë reflektuar, kështu që nga dita ditës unë besoj që kjo shumicë nuk do të jetë aq e gjerë saç mendohet. Mund të ketë të papritura, nuk e heq këtë mundësi, por sidoqoftë pra do të jenë tregtira dhe do të jenë kompromise të cilat normalisht nuk janë të shëndoshura dhe nuk janë për të mirën e Ulqinit dhe Maltëzinë në tërësi. Ka hallka për ta ndjekur më pas nëse ky projekt ligj kalon? Ka hallka, normalisht ky nuk është akti final, pra duke filluar nga gjykata kushtetuese e deri te kontratat e tjera që do të jenë për të zbatuar këtë kontratë ose këtë marrëveshje ndërshtetërore, pra për të dhënë tokën në qira afatgjate etj. Pra nuk është që do të jetë, kjo është një marrëveshje kurriz mes dy shteteve, e cila fatikisht i hap dyert të këtij bashkëpunimi në projektet e real estate-it për të patundshmërive dhe hotelerisë. Pra për të ekzekutuar dhe për të bërë një mega investim si shkalifikohet për të bërë në Ulqin, pra duhet ka dhe hallka të tjera, pra ka dhe kontrata e vendime e ligjet të tjera që duhen të miratohen, dhe normalisht do ketë që thana se kohë për betejë, por sidoqoftë ne duam që rezistentët të fillojë që tani të bëjmë të mundurën, çka është e mundur që është në fillim.
A është ky një projekt që mund gjykohet nga liderët shqiptarë që janë pjesë e qeverisë, pra që mund ta kushtozojnë dhe pjesëmarrjen e tyre në qeveri me këtë projekt apo jo? Po patjetër mundet, po do thotë intereset dhe kalkulimet politike pastaj janë çështje tjetër, se për këtë partive politike dhe deputetët shqiptar nga Ulqini, atë jemi pothuajse unanim që nuk kemi çka presim dhe çka që thonë asaj nuk duam të jemi pjesë e kësaj tregtie ose këtij kompromisi të madh. Pra neve nuk kemi arsye për të përkrahur një qeveri e cila ka shumicën në fundit, pra numrat i kanë. Normalisht që sepse faktikisht roli i partive shqiptare është domethënës në qeveri, ka disa ministri që i mban dhe për këtë arsye pra është pjesë e diskutimeve në ditët në vijim. Ne shqiptarët do thotë jemi drejt rishikimit të statusit tonë të gjithanshëm në Maltezi, duke shikuar cili është statusi jonë, cilat janë të drejtat ekonomike krahas atyre politike që i kemi, dhe të drejtat kulturore dhe gjyqësore. Në veçantë neve na intereson të flasim për drejtat politike të përfaqësimit në Parlamentin e Malezisë dhe të drejtat ekonomike të shqiptarët ikin dhe nuk ndalen se ikurin. Kjo është një pyetje kurse popujt tjerë në Malezi pra nuk ikin atë masa ikim neve. Kështu që ta shohim sepse a kanë shqiptarët të drejtën për të vendosur vetë për zhvillimin e tyre, që janë pengesat, që janë barrierat. Pse vendet e banuara me shqiptar janë nga më të pazhvilluara në Maltezi. Ndoshta fjala nuk mund të shkojë, por po flisje për një vetvendosje. Nuk është një vetvendosje per se ose si thonë sa i përket asaj, por neve jemi duke kërkuar disa të drejta nuk duhet i quaj autonome, por të decentralizuara, ku komuna, ku bashkia mund të ketë, pra mund të vendos vetë për territorin e vet, duhet vendos vetë për fatin dhe për incentivat ekonomike të veta, për buxhetet të veta, dhe duhet vendos për hapësirën e vet cilën e ka. Hapësira e Ulqinit 13% pjesa bregdetare, pra tërë bregdeti i Ulqinit është i menaxhuar nga një kompani publike e menaxhuar nga qeveria dhe e cila pra gjithat të ardhurat vilen nga kjo ndërmarrje, kurse investime ka pothuajse as pak. Kemi qartë pra tërë bregdeti, pjesa më lukrative, pjesa më rëndësishme e një qyteti, e një bashkie menaxhohet nga qeveria dhe nuk menaxhohet nga bashkia. Kjo nuk bën vaki as në Shqipëri. A mendoni që ka diçka tjetër përveç asaj që duket në këtë projekt që flitet për miliarda dollar për të investuar, pra që po bëhet kundër një popullsie autoktone? Ka diçka tjetër, një plan tjetër? Nuk e dim, po neve jemi të hapur në atë që jemi duke thënë që jemi duke u shpopulluar. Pra një shkollë e cila ka pasur përçisht 1000 nxënës sot ka 200. Dhe pra jemi duke folur tani për trendet. A janë trende ekonomike apo janë trende do thotë diçka tjetër? Dhe ne do të flasim tani për këto trende, flasim gjejmë mënyrën për ta zgjidhur, sepse ky është trend vetëm në komunat ose në vendet e banuara me popull të pakisë dhe me shqiptarë të veçantë. Sa mbështetje ndjeni që keni nga Tirana? Po dje është bërë hapja e konsulatës së përgjithshme të Republikës së Shqipërisë në Ulqin. Ky është një hap madhor që vjen pas 144 vitesh shkëputje nga trungu etnik i shqiptarisë të Ulqinit. Pra është hap aq sa simbolik, aq historik edhe aq domethënës, por aq edhe praktik, sepse neve nga Shqipëria, pra me Shqipërinë kemi punët e shkollimit, punët e shërimit, punët e punëve, pra në Ulqin punojnë afërsisht 800 deri 900 punëtorë nga Shqipëria, nga Shkodra udhtojnë për ditë për të punuar në Ulqin. Në gjitha kantierët dhe gjitha fabrikat në Ulqin punëtoria, fuqia punëtore zakonisht vjen nga Shqipëria. Dhe pastaj të drejtat tona që duam të realizojmë dhe komunikimin që ne duam ta kemi shtetin anë. Pra kjo është aq domethënës. Dhe është mesazh jashtëzakonisht i bukur, jemi të kënaqur me të kthesat që po vënë sa përket kujdesit që shteti am i joni e tregon ndaj Ulqinit dhe ndaj shqiptarëve jashtë
kufive të Shqipërisë. Zoti çfarë mendoni? Duhet me, por kjo si thon sa i mjafton për momentin, pra se është vërtet një kthes, është bërë një kthes në dallim se si ka qenë më parë. Kuptohet edhe Shqipëria ka pas pozita të tjera në atë kohë, por tani pra kjo është bërë dallim. Ndoshta për këtë projekt nuk besoj që mund t'ju ndihmoj sepse edhe vetë e miratoj për portin e Durrësit për t'ia dhënë Alabarit. Zoti Çapuni dhe një pyetje, po, më thoni. Jo, okay. Nuk kam koment sepse nuk e njoh mirë situatën në Shqipëri, e di se ku ka ngjetur projekti, di se ka ngjetur në shpërnguljen e portit detar, në Durrës, nga Durrësi në Porto Romano. Mirë po e di edhe një gjë që masia e projektit të Durrësit në krahasim me martësinë e projektit në Ulqin janë pakrahasueshme, pra është një hapësirë shumë e vockël kjo e Durrësit në krahasim atë në të plazhet të mëdha para. E dyta është se një eksperiment i tillë që është bërë në Maltëzi me portin në Tivat, në arsenalin e Tivatit, pra është bërë eksperiment i suksesshëm dhe është bërë një landmark i madh në Maltëzi dhe në Adriatik. Pra kur është bërë kjo marina e re etj dhe ky hoteli Regent në Tivat. Kështu që kjo në Durrës mund të ketë një sukses dhe mund të ketë një impakt pozitiv. Që mos flasim që Durrësi edhe është në mes të Shqipërisë, në zemër të Shqipërisë, nuk ka çështje ose kërcënime demografike siç i ka Ulqini. Pra Ulqini mund të ketë kërcënim, sepse ne jemi popull pakicë, ne na shkaktojë shpërnguljen. Edhe diçka të fundit kam, zoti Çapuni, mendoni që Mali Zi realisht de facto e ka kthyer timonin nga lindja në element thelbësor, pra shtylla thelbësore apo jo? Për të ta marrim shembullin e Anijes, pra kapitanet, oficerët e Anijes kryet i kanë nga lindja, po Ania ende është duke lundruar në kursin perëndimor. Se kur do bëhet kthimi, pra nuk është ai kthim aq i shpejtë dhe aq i befë, sepse jemi duke folur për disa procese, pra Ania është duke lundruar nga një autopilot me xhiro të avashta, jo aq të shpejta drejt Komunitetit Evropian, në integrimeve evropiane, por siç e thash, pra pjesë nga ekipazhi i Anijes dhe nga komandantet, pra janë duke shikuar nga lindja. Zoti Çapuni, të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit juve.